A është sporti vetëm një pasion, është temë e diskutimit dhe unë do doja të dëgjoja pa rrallë, kush të doj, si nga Albana dhe Rubini, që pavarësisht se nuk e kanë sportin si profesion, a e kanë ruajtur pasionin për të që në fëmijëri, apo kush është lidhja që ka ndodhur kjo gjë? Tani varet gjithmonë nga konteksti. Sporti shumë mirë mund të monetizohet. Në Shqipëri jo gjithmonë, jo në gjitha rrethanat. Mua më ka ndodhur që e kam monetizuar për paktën 8 vite, unë kam punuar vetëm në këtë fushë, kështu që kthehet patjetër edhe në një punë të mirë paguar, por varet pastaj edhe nga standardi i jetesës që ke dhe pretendimet që ke për të ardhmen. Relativizimi çdo gjë. Po. Është më e vështirë të monetizohet në Shqipëri se në shumë vende të Europës. Megjithatë, pasioni është aq i madh sa të bën të harxhosh sa vite të mira të jetës. Dhe Gjergji e di edhe më mirë se unë këtë gjë, për hir të këtij pasioni. Unë mund ta them që ka nisur si hobi ndoshta edhe më herët se sa kam shkelur stadiumin, sepse kam pasur atë prezencën e dajave.